Mirdita. 6 milioner i hodhën në mes të rrugës për të bërë një test. Dhe ajo që ndodhi është vërtet unike. Dëgjojeni sepse është një histori e vërtet dhe kanë bërë një emision për këtë, sepse ato ngjarje që ndodhen në këtë emision janë për të diskutuar dhe të kuptoni se në çfarë bote jetojmë. Si gjithmonë kush është rasisht dhe nuk e ka brende, bëjni like faqes dhe videos që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi për bashkë. Ndodhi në vitin 2020. Në Angli kërkuan që të bëni një test. Mblodhen disa të pasur. Dhe u kërkuan këtyre të pasur, disa familje të pasur, dërguan mesazhe për të mbledhur vetëm djemtë e tyre, fëmijët e tyre, sepse menduan që të bënin 30 puntata. Mirë po, nga këta nuk shkuan shumë, sepse fëmijët e të pasur ju e dini si janë rritur sot. Ndaj po them që është e rëndësishme që të diskutojmë për këtë. Fëmijët e të pasurve duan çdo gjë gati, e duan të jetë perfekte, mënyrën e të jetuarit, si ngrihen në mëngjes, si kalojnë ditën etj etj. Dhe nga këta morën pjesë vetëm 6, nuk morën pjesë shumë. Dhe u detyrua produksioni që të bënte vetëm ato 6 puntata me këta 6 tipa. Emisioni quhet, sepse edhe se ka ndaluar, se s'morën pjesë të tjerë, quhet Rich Kids Go Homeless, që do të thotë fëmijët e të pasurve shkonin të bëhen të pastre. Dhe çfarë bën? I morën këta, i thanë se çfarë emisioni ishte, u bën një intervistë përpara emisionit dhe këta të gjithë entuziast, sepse menduan se do esnin, me një fjalë, mund të jetonin pa asgjë në mes të rrugës, pra si endacak. Dhe unë doja t'ju pyesja juve, ju sa do të jetonit nëse ju do të shkonit të jetonit si endacak në mes të rrugës? Sa kohë do të jetonit të shkonit pa gjë në xhep? Por prisni sepse ajo që ndodhi është vërtet unike. I morën që të 6, i sistemuan, pra u hoqën që të gjitha parat, këto kartat e kreditit, kontaktet që kishin, telefonat ja u hoqën, çdo gjë që mund të kërkonin që të merrnin para ose të mund të telefonin dikujt. Dhe u monitoruan 24 orë, pra do monitoroheshin 24 orë, sepse e para ishte një vajzë, ajo e para, që natën e parë, sepse do flinin 3 net jashtë, dhe ishte vetëm një test për 3 net, jo shumë. Pra 3 net që t'ishe si endacak, të jetoje si endacak. Dhe vajza, një vajzë, e la që natën e parë, sepse sa doli filloi që të qante, kishte ftohtë, donte që të ju prish manikyra, donte që të kishte një pjatë të ngrohtë, të hante një pjatë të ngrohtë, dhe të flinte në një vend të ngrohtë. Pra ajo nuk mund të flinte dot në mes të rrugës. Dhe e la që në orën 10 të darkës, pra pa ushtrirë fare. Dhe i dyti ishte një djalë që ai doli natën e parë mundi që të flinte. Mirë po kur shkoi që të fliste me këta njerëzit që ishin aty, pra njerëzit endacak, sepse ku do shkonte ai? Do shkonte që të merrte informacione, që të dinte se ku do flinte dhe çfarë do bënte me njerëzit endacak. Dhe duke folur me ta, kuptoi se çfarë jetë bënin. Pra jeta ishte tepër e vështirë. Atë jetë që ata bënin, se çfarë hanin, ku flinin etj etj. Dhe ja plasi të qaret. Dhe ai pas në mëngjes, me fjalë jo se nuk e zuri gjumi, por në mëngjes, nga ora 5 e mëngjesit, e la çau edhe iku. Edhe ky e la. Mirë po, tjetri, ishte një tjetër, që ai ishte më i forti, që thoshin që do e fitoj emisionin. Ai ditën e dytë, sepse natën e parë fjeti jashtë, u mbulua mirë me disa së bashku me disa homeless, pra disa që ishin të pastre, ata e strehuan etj dhe e çuan në një vend të ngrohtë. Dhe ai çfarë bëri? Ai mendoi, sepse ku ishte mendimi i tyre, kur i bën intervistën këtyre, u thanë që ju çfarë mendimi keni për shtresën e ulët? Dhe këta thanë, shtresa e ulët nuk do që të punoj. Kështu i kanë mësuar. Pra, fëmijët e të pasurve u përgjigjen që të gjithë, u përgjigjen që nuk duan të punojnë, janë parazita, janë të pist, nuk vën mendjen në qarkullim, pra nuk vën në punë mendjen. Në fakt, tani i thanë aty, hajde, bëheni ju tani, në vend të atyre, bëheni ju, para të jeni pa asgjë, në mes të rrugës, pa asgjë, dhe filloni të mbijetoni kështu. Dhe kështu bën. Ky, çfarë bëri ky? Shkoi dhe mori disa ombrella, me ato para që kishte, një fjalë që bëri gjatë asaj nate, sepse shkoi në një vend, në një restorant, mori çfarë kishte mbetur në atë restorant, kishte mbetur
diçka që i dhanë ata dhe filloi që të shiste ato, e mori disa ombrella dhe këto ombrella kërkoi që t'i shiste. Mirë po, shitja e ombrellave, ai mendoi që kur të shiste ombrella do fillonte që të fitonte disa para, që me këto të investonte dhe para të tjera. Mirë po, nga ai moment kur filloi që të shiste, nuk po blinte askush dhe një pjesë e madhe e këtyre parave ai pothuajse po i humbiste dhe në fund fare të ditës mundi që të fitonte vetëm 5 euro parafërsisht, 5 euro nga të gjitha ato ombrella që kishte dhe e kuptoi që ishte një falimentim total dhe mendoi që mund të bënte diçka tjetër, por e kuptoi që nuk ishte kaq e lehtë dhe ata që rrinë në mes rrugës ai e kuptoi që është shoqëria që i ka çuar në mes të rrugës, jo sepse ata nuk vënë në mendje punën. Dhe edhe pse u mundua ky, prap ditën e dytë ai e la, pra natën e dytë e la. Dhe të tjerët e lanë që në fillim, pra nuk mundën që ta bënin testin. Dhe çdo të thotë kjo, do të thotë që askush nga këta, sepse i gjithë ky emision ishte një falimentim total. Falimentim jo vetëm i atyre, por edhe i shoqërisë ku ne jetojmë. Pse? Sepse ne, me një fjalë, një pjesë e madhe e njerëzve mendojnë, ata që kanë para, ata që kanë barkun plot, si thoshin pleqtan. Pleqtan shqiptar thoshin, kush e ka barkun plot nuk e kupton atë që e ka barkun bosh. Dhe këta që e kanë barkun plot nuk e kuptojnë që pjesa tjetër që e kanë barkun bosh nuk është se e bëjnë qëllimisht, por janë rrethana të tilla. Pra, ata që janë të varfër, që është pjesa dërmuese e njerëzve, shiko, varfëria në botë është pothuajse 50%, varfëri totale. Është vërtet, nuk arrin dot fundin e muajit. 50% e popullatës, nëse jemi 8 miliard, 4 miliard njerëz ngordhin për të ngrënë, sepse nuk ja dalin dot. Kjo është shoqëria që ne jetojmë sot. Por çfarë ndodh? Një pjesë prej tyre, pothuajse 30% prej tyre janë ata që punojnë. Dhe këta që punojnë, që vënë në mendje punën dhe punojnë, këta bëjnë lëvizje aq para sa që të ndihmojnë 20%-t. Ata që janë 20% që janë të pasur. Sepse ti edhe pse punon, për shembull, ushqimorja i përket dikujt tjetër. Pra, biznesi i ushqimeve. Ti do shkosh të blesh ushqime, parat i shkojnë dikujt tjetër. Në fushat të ndryshme, edhe në futboll apo ku të doni ju, i shkojnë dikujt tjetër. Dhe një pjesë shumë e vogël, pothuajse 6% e njerëzve, mos themi dhe shumë më pak, 5% sepse thash shumë, janë ata që janë miliarder dhe milioner. Dhe janë pikërisht ata që kanë buxhetin më të madh se sa pjesa tjetër që janë 80%. Pra, ose 80-90%. Merreni me mend tani, ata që janë 90% që është populli i tërë, ka një buxhet të barabartë me ata që janë 5 apo 6%. Është merr ta mendosh. Kështu që nuk është populli që nuk ve në mendje, nuk ve trurin me fjalë në punë. Jo. Por është situata që është krijuar. Dhe këta djemë të rinj, këta fëmijë të rinj, këta nuk i kuptojnë këto gjëra. Por unë doja t'ju pyesja juve tani, ju sa do të mbijetoni nëse ju do dilnin të rrugë, me duar në xhepa? Shqiptari është në vendin e parë, për mendimin tim, pastaj ka dhe vende të tjera, por shqiptari është në vend të parë dhe jam i bindur për këtë. Nëse juve ju thonë, me duar në xhepa, tani shkon dhe bën duhet të jetosh si homeless, si njeri pa gjë. Ti sa do të jetoje? Pa para, pa shtëpi, pa telefon, pa makinë, pa asgjë. Sa do të mbjetoje? E përsëris, unë jam i bindur që shqiptarët janë në vend të parë dhe janë të gatshëm që e bëjnë, sepse e kanë bërë për tërë jetën. Gjithmonë, me duar në xhepa shkojnë dhe bëjnë. Dhe këta të rinj, pra pasanik të rinj, kur nuk do ta kuptojnë këtë. Pra janë shumë lart nga këto. Dhe kjo na bën që të kuptojmë, pra ky emision dhe kjo histori na bën që të kuptojmë në çfarë bote jetojmë. Nuk është e vërtetë që ata që janë mes rrugës dhe janë ose ata që vuajnë për të ngrënë dhe për punë e bëjnë qëllimisht ose nuk kanë vënë në punë mendjen. Jo. Janë rrethanat të tilla. Janë rrethanat të jetës që ai ka zgjedhur me njerëzit që ka përreth, shoqëria ku gjendet, janë 1000 faktor që bëjnë atë që ai të vuaj. Megjithatë unë do dëshiroja një mendimin tuaj. Shikojeni sepse është vërtet shumë geniale ky emision, por që nuk ja arritën ta bëni siç duhej, siç ju thash, rich kids go homeless. Pres komentet tuaja. Hajde, ditë të mbarë dhe punë të marë sot.